është një pjesë e shoqënisë që normalisht para se me ta bë pyetjen, po duhet me bë sqarim marramendje që kanë. Fillimisht duhet ta konsultoni neurologun, ortopedin për qafen, të eliminoni komplet arsyet e specialistëve shëndetësor të cilët sigurojnë që nuk është një problem madhor, por marramendja është një prej simptomave të shpeshta të personat që shpesh ndodh prej tendosjes së muskujve. A e lehtëson ose largon marramendjen fizioterapia? Po, me një trajtim duhen prej, do me thonë një gomë gjerë që i kem të trajtimeve, për shembull dry needling, traksionit, terapis manuale, elektroterapis, patjetër që kam e pas një pas 3 deri në 5 seanca, besoj që kam e pas një përmirësim shumë të mirë në marramendje, apo në kokëdhimbje, apo në mpirjen e duarve, për shkak se dhimbjet e qafës nuk janë vetëm dhimbjet e qafës, janë gjithmonë të shoqëruar edhe me këto probleme. Do me thonë, rastet të tilla nga personat feedback që ke pas pacient, e ndihen ma mirë nga fizioterapia. Sepse është një prej shqetësimeve më të shpejtë. Normalisht po e ritheksoj që duhet ta eliminojnë gjithmonë që nuk është diçka neurologjike ose diçka që është më e thellë se aq. Po marramendja mundet me qenë edhe problem për dhimbjeve të qafës, mundet me qenë edhe probleme të tjera, për shembull. Por prandaj ne eliminohen një herë rreziqet dhe nëse ka mbet vetëm ajo, atëherë rekomandohet fizioterapia që mos të bëjmë një orientim të gabuar, sepse mbi gjitha njerëzit e besojnë shumë ajo që ka flitet në këtë studio dhe mos ta bëjmë një rekomandim të gabuar. Gjithmonë marramendjen fillimisht e trajtoni tek specialistët, nëse ata ju rekomandojnë fizioterapi, fizioterapia është një prej mënyrave që lehtësohet shpesh edhe largohet komplet marramendja, sepse mbi të gjitha është ajo tendosja e muskujve që edhe stres, edhe nuk ndihet mirë, cilësia e jetës, domethënë ndryshon nga shumë për shkak se është një dhimbje që është pak e padëshirueshme. Absolutisht po.